I njohur për biodiversitetin e veçantë, liçeni i Shkodrës ka tërhequr vëmendjen këto ditë nga shfaqja masive e pelikanit kaçurrel, një specie që deri pak vite më parë rrezikonte zhdukjen. Sipas specialistëve të mjedisit, kjo dukuri lidhet kryesisht me sezonin e folezimit, por edhe me një kujdes të shtuar ndaj kësaj specie të rrallë. Meqenëse se në muajin janar dhe shkurt fillon dhe sezoni i folezimit për pelikanin kaçurrel, ato kërkojnë sërish më tepër energji dhe qëndrojnë në fole e tyre në ishujt ku ato folezojnë në pjesën e malit të zi. Por dhe mungesa shqetësimeve, le të themi. Ato janë bërë shumë miqësore edhe me peshkatarët, cilët vetë ato i ushqejnë, prandaj edhe kohët e fundit shohim edhe shtim të prezencës së pelikanit, por kjo nuk do të thotë se është shtimi i numrit të individëve të pelikanit. Nga censi i fundit realizuar në pjesën shqiptare dhe malazeze të liçenit, janë regjistruar rreth 150 individ të pelikanit kaçurrel. Ky zhvillim konsiderohet një tregues pozitiv i përmirësimit të ekosistemit. Megjithatë, sipas ekspertëve, shumë prej specieve të shpendëve ujor në ligatinat e Shkodrës vijojnë të jenë të rrezikuara. Janë rreth 280 lloje shpendësh, ndër këto 168 janë të kërcënuara. Edhe pse kohët e fundit vërehet një rritje pranisë së shpendëve ujor në liçenin e Shkodrës dhe lumin Buna, të dhënat nga monitorimet tregojnë se ende nuk është arritur niveli mesatar i 2 dekadave të fundit. Kjo dëshmon se përveç ndalimit të gjuetisë, faktorë të tjerë si ndotja, ndryshimet klimatike dhe degradimi i habitateve natyrore vijojnë të luajnë një rol kyç në dinamikën e popullatave të shpendëve ujor.